E kuptova, Daniel, Farage po e përdor për të rritur kreditet e tij, po më shqetëson fakti që edhe më herët i ka përdorur shqiptarët për të bërë deklarata populiste apo jo. Në këtë kuptim flas, a dëmtohet Shqipëria, a dëmtohen shqiptarët që jetojnë në Britani kundrejt këtyre deklaratave, por gjithashtu edhe kur ja pason kryeministri shqiptar? Jam dakord. Kjo është pikërisht ajo që me fjalë tjera mundova të thoja, ose që komuniteti e përmend dhe e thot çfarë pas here, dhe jam i sigurt do e diskutojmë sërish pas 5 apo 10 vitesh. Ne na mungon një lobim i fuqishëm Britanitë të Madhe, një përfaqësim i duhur i shqiptarëve. Në të gjitha vizitat shtetërore që kanë ndodhur në Britani, vizitat e parlamentarëve të ndryshëm, e ministrave të ndryshëm që janë Britani të Madhe, ose janë të limituara me grupe të vogla të interesit për sa i përket votimeve, zgjedhjeve apo miqve, ose janë vizita për shoppings, ose nuk ka asnjë vizitë e cila realisht na ka sjellë një produkt që ne si shqiptar, si komunitet, na kthej nga një komunitet i cili përmendet her pas here qoftë nga Farage, qoftë nga rrjetet të tjera të djathta, po dhe të majta, sepse dhe ministri aktual i jashtëm i Britanisë së Madhe dikur i ka etiketuar shqiptarët me terma denigrus. Pra, nuk kemi arritur që të bëhemi një komunitet me ndihmën e politikës, meqense kryeministri dhe opozita dhe kushdo tjetër e ka gjithë dëshirën e madhe për komunitetin këtu, nuk na ka arritur që t'i përbashkojë dhe të krijojë një zë. Çdo gjë ndodh e komanduar, e menaxhuar në aspektin e PR-it, dhe asgjë nuk është e qëndësishme për t'u bërë tani, për t'u zhvilluar dhe për të qenë këtu në shumë vite të ardhshme. Kjo do ishte ndihma më e madhe që mund të bënte kryeministri, dhe sigurisht marrëveshjet midis dy shteteve mund të kishin qenë shumë herë më të mira në funksion të shqiptarëve në Britani të Madhe, sepse Farage që shpresoj kur vinë në Shqipëri, ti thuhet që gjithta shqiptar, këto janë statistikat e shqiptarëve që edukohen, këto janë shqiptarët në art, këto janë shqiptarët në sport, këto janë shqiptarët në profesionet e ndryshme që punojnë në Britani të Madhe, këto janë sukseset e tyre në këtë rang kaq shkurtër. Krahasoj këto me popullata të tjera, ajo pamja është goxha e ndryshme. Por ne kapem me disa gjëra të vogla që Farage sigurisht i di, por nuk do t'i thotë, dhe komunitetin gjërë nuk e ndihmojnë as pak. Daniel, ti e the, Farage për momentin nuk ka asgjë në dorë. Apo jo, po mundohet si që të ngrihet ai vetë personalisht si politikan, por gjithashtu edhe forca që përfaqëson. Po, ky debat midis Farage edhe Ramës, a ka të rrequr vëmendjen e atyre që në fakt kanë pushtetin? A kanë hequr paralele midis marrëdhënieve të Britanisë edhe Shqipërisë për atë që mund të bëjë më shumë për emigrantët, por gjithashtu edhe për propozimin për kambet e refugjatëve, projekti i cili është refuzuar nga kryeministri Rama? Për të qenë sinqert, unë besoj që qeveria shqiptare gjithmonë është munduar deri diku që të ketë ndonjë përmirësim të mënyrës si trajtohen shqiptarët, të kushteve shqiptarëve etj. Nuk mund të them kategorikisht nuk është bërë kjo gjë. Për shembull, unë di që ka vite që diskutohet qoftë për kthimin e pasaportave nga shqiptarët Kosovës në shqiptarët Shqipërisë, qoftë për lehtësimin e regjimit vizave për shqiptarët. Dhe kjo, por ajo që është e rëndësishme është që marrëveshjet vetë nuk kanë transparencë dhe në fund të ditës nuk na kanë çuar më mirë në momentin ku ishim me momentin ku jemi tani. Pra në 2-3 vitet e fundit edhe së bashku kemi diskutuar për shumë fenomene të ndryshme. Për shembull, një nga fenomenet, edhe pse po zgjatem pak nga pyetja jote, është që u zbulua nëpërmjet medias më shumti që kishte shqiptar që fëmijën e tyre të parë të lindur e kishin deklaruar si fëmijën e një anglezi. Më pas fëmijën e dytë që çifti bënte deklarohej si fëmia i babait shqiptarit vërtet, dhe kështu merrte edhe nusja dhe babai dokumentim në Britani të Madhe. Tashmë duke u diskutuar kaq shumë media shqiptare dhe kudo tjetër, edhe këto marrëdhënie të ndryshme ndërshtetërore, është zbuluar si skem, dhe unë e di që vetë Ministria e Brendshme ka filluar që të investigojë disa çështje të ndryshme. Pra çdo gjë që ne diskutojmë edhe së bashku, edhe është diskutuar në këto vite, si përfundim ka përfunduar në Britani dhe deri diku ka influencuar për keq çështjet e shqiptarëve. Prandaj gjykoj që çfarëdo që thotë Nigel Farage dhe çfarëdo që thotë kryeministri shqiptar në këtë moment nuk e ndihmon as pak diasporën shqiptare në Britani të Madhe, sepse përveç ftesave personale ku kryeministri do krijoj show apo Nigel Farage nga krau tjetër, do rrisi kapitalet e tyre individuale, por do uli kapitalet e komunitetit tonë. Ne kemi shumë miq britanik në marrëdhënie biznesi, në marrëdhënie komuniteti, që na dërgojnë këto lajme të ndryshme që postojmë The Sun, tabloidet e tjera apo Nigel Farage, dhe një pjesë e tyre
sigurisht duke na njohur ne ka një përshtypje tjetër dhe një pjesë e madhe e tyre që kanë ardhur dhe në Shqipëri tashmë si turist, që kjo është gjëja pozitive e gjithë gjës, shprehen me nota të ndryshme, por në tërësi në Britani të Madhe jetojnë mbi 50-60 milion njerëz. Kjo nuk na ndihmon si komunitet, pra na bën akoma që të kemi ato dritën e një komuniteti që merret me krim, me drogë, me burgje etj. Kur në fakt është komplet e ndryshme. Daniel, në gjykimin tënd, ka rënë në Graz kryeministri Rama kur është futur në këtë debat, apo po e përdor atë për qëllimet e veta, dhe cilat janë ato në gjykimin tënd? Jo, mendoj që të dy, edhe Rama dhe Farage kanë fituar nga gjithë kjo gjë. Farage bën video spektakolare, kryeministri përdor inteligjencën artificiale për treguar ato që ai do tregojë, që në fund të verës do rriten numrat e turistëve të ardhur nga Britania, nga vende të tjera, dhe në një krah mbase kjo i afron njerëzit e thjesht, turistët që vinë mbase për shërbime të ndryshme në Shqipëri etj. Por nga krahu tjetër, ajo mas e komunitetit shqiptar në Britani të Madhe është komplet e pandihmuar, është komplet e zbuluar për t'u atakuar në mënyra të ndryshme. Ky debat i kryeministrit shqiptar e përmirëson jetën e shqiptarëve në Britani të Madhe apo nuk e përmirëson? As pak. Prandaj po them, është kurth dhe pse po e përdor kryeministri Rama, nëse po e bën diçka të tillë? Unë mendoj që jemi në epokën e politikanëve shumë dobët që kanë vetëm interesa personal. Kjo sigurisht jo vetëm në Shqipëri, po kudo tjetër. Edhe kurthi i vetëm është për shqiptarët, për njerëzit e thjeshtë shqiptarë që jetojnë në Britani të Madhe, për shqiptarët që duan të aplikojnë për viza punë. Unë di që ka disa refuzime të vizave të punës shqiptarëve që duan të vinë në Britani për të punuar, edhe pse kompanitë britanike kanë dashur të punojnë. Pra është e vetmja grack është për komunitetin. Të fituarit janë të dy palët që krijojnë debat. Daniel, a ka një atërmbetje midis Britanisë dhe Shqipërisë për sa i përket kambit? Po unë mendoj që kryeministri aktual dhe Partia Laboriste deri diku i kanë marrëdhëniet e mira me Partinë Socialiste e Shqipërisë, me qeverinë shqiptare. Për sa i përket lobingjeve dhe shumë gjërave tjera që mase ne nuk i shohim në ditë për diell. Por refuzimi që ju bë Keir Starmer, besoj që nuk i ka pëlqyer as pak qeverisë britanike dhe nuk jam i sigurt për të thënë çfarë ishte ajo që anoncoi qeveria britanike 2 ditë të fundit, por kur filloi kjo shkëmbimi midis Ramës dhe Farage, unë e di që qeveria britanike ka përmendur shqiptarët për një vendim të fundit që nuk jam shumë i qartë, por e di që ka pasur një lloj reagimi dhe unë besoj që kjo do vazhdojë më tej. Ajo që ne duhet bëjmë është si ti përmirësojmë edhe më tej marrëdhëniet, që shqiptarët mos jenë të targetuar që çdo çështje e shqiptarëve të hidhet tej edhe mos diskutohet as pak, mos shqyrtohet në mënyrë të barabartë si shqyrtohet me çdo të ardhur tjetër në Britani. Po ndodh pra deri diku diskriminim dhe vazhdon të jetë ajo gjë. Duhet që të ndryshojë. Po, the pak më parë që qeveritë shqiptare nuk është se kanë bërë pak, edhe këto vitet e fundit, po në Britani nuk është përkthyer në mirëqenie për shqiptarët. Mos është problemi andej, Daniel, më shumë se sa këtej?